Umari radiallahu an në vitin e uris, i cili është quajtur Amur Ramada në arabisht, pra viti gri. Viti gri sepse dhe drithrat u bën të gjitha gri. U shkretua gjithçka. Gjithçka ishte thatësirë e jashtëzakonshme. Mbizotronte uria gjithandej. Në këtë vit, në vitin e uris, Umar ibn Khattabi, prisi i ummetit musliman i khilafetit, janë ndaloi ushqimin vetës së vet. Përveç bukën dhe vajin. Pra hante bukë duke ngjyrë në vaj. Nëse kishte, sepse shpesh herë nuk kishte. Dhe Umari kur e ngrinte atë llokmën në kafshatën për ta ngrënë, thoshte: kujtova tani një familje e cila nuk ka të haj. Merreni bukën dhe vajin dhe çojeni familjes. Dhe i bënte barku shpesh herë, i bënte zorët e tij, i zhurmonin. Si themi ne, i bënin gërgër, në arabisht qarqara, yuqarqir, i bënin gërgër. Dhe thoshte: bë gërgër apo jo, zhurmo apo jo, nuk do të ngopesh o barku stomak derisa të hanë të ngopen fëmijët e muslimanëve.